Ashtu sikur se paralajmërua më herët, protesta është vendosur nga kryeministria te parlamenti, sikur se ndodhi edhe herën e fundit. Pas hedhjes së bombave molotov dhe fishek zjarreve drejt godinës së qeverisë, protesta e opozitës u zhvendos përpara kuvendit. Disa protestues u përpoqën të hiqnin murin rrethues tek kryeministria, ndoshta për të tentuar hyrjen brenda saj. Mirëpo ishte kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhja i cili ju afrua dhe u kërkoi të mos qëndronin më aty, por të zhvendoseshin përpara parlamentit për ta avijuar aty protestën. Mirëpo në ndryshim nga hera e kaluar, protestuesit deri më tani janë më të përmbajtur, duke u referuar hedhjes së molotovëve, fishek zjarreve. Nga ana tjetër, edhe policia e njëjtë, pasi po kursehet me gazin lotësiellës duke zëvendësuar atë masivisht me botet e ujit. Megjithatë, nga ajo që duket deri më tani, si protestuesit ashtu edhe policët kanë vendosur maskat e kundërgazit, çka paralajmëron për tensione në minutat në vazhdim dhe për përdorimin si gjithmonë të gazit lotësiellës për shpërndarjen e protestuesve. Në një deklaratë të shkurtër për mediat, Flamur Noka tha se protesta do të vijojë deri në rrëzimin e qeverisë. Megjithatë, ajo që është më e mundur është që skenari të mbyllet njësoj si në protestën e fundit, me një qëndrim rreth gjysmore përpara parlamentit dhe përmbylljen zyrtare të protestës në ambientet e selisë së Partisë Demokratike, ndoshta me një fjalë të shkurtër të kreut të saj Sali Berisha. Situata nisi të tensionohet menjëherë pas mbylljes së fjalës së kryedemokratit Berisha në protest. Kjo e fundit ka nisur që rreth orës 17 dhe me shumë gjas do të përfundojë rreth orës 20.